Një video është bërë virale në rrjetet sociale, ku shihet se pas ndeshjes ndaj Anglisë në stadiumin Wembley, disa anëtarë të grupimit tifozat kuqezi i janë drejtuar kapitenit të kombëtares Berat Gjimshiti, duke u ankuar për situatën e krijuar. Ata akuzojnë Federatën Shqiptare të Futbollit se i ka lënë pa bileta për përballjen me Andorrën në arenën kombëtare. Tifozët, të cilët prej 21 vitesh kanë mbështetur kombëtaren, dëgjohen t'i kërkojnë Gjimshitit që të ndërhyjë për të ndryshuar vendimin e FSHF-s. Mbrojtësi kuqezi, i pyetur nëse ky problem është shfaqur vetëm për ndeshjet jashtë Shqipërisë apo edhe për ato që zhvillohen në Tiranë, tifozët i përgjigjen se pas ndeshjes me Anglinë nuk kanë më mundësi të rezervojnë bileta për grupimin TKZ. Në fund të bisedës, Gjimshiti u premton se do ta diskutojë këtë çështje me federatën. Kujtojmë se tifozat kuqezi pretendojnë se u është mohuar e drejta për bilet si pasojë e shëndrimit të tyre kundër zhvillimeve të kampionatit evropian në Shqipëri, ku do të marrë pjesë edhe Serbia. Në fund të kësaj bisede, e cila është bërë më njëherë virale në rrjetet sociale, kapiteni kombëtares kuqezi Berat Gjimshiti shihet teksa shtrëngon dorën me një prej anëtarëve të grupimit tifozat kuqezi, ndërsa më pas largohet me duar trokitje nga ata.